Mediat më të rëndësishme botërore po kryqëzojnë kryeministrin Edi Rama pas vendimit për dhënien e mbi 4 milion eurove për koncertin e reperit Kanye West, i planifikuar për të zhvilluar këtë fundjavë në Tiranë. Prestigjozja franceze Le Monde evidenton faktin se reperi është i ndaluar të performojë në shumicën e vendeve evropiane për shkak të qëndrimeve të tij antisemite dhe neonaziste, duke sjellë në vëmendje protestat masive që kanë shpërthyer në Shqipëri, i konsideruar si vendi më i varfër në Europë. I shpallur persona non grata në shumicën e vendeve të Europës për shkak të shpërthimeve të tij neonaziste dhe antisemite, raperi amerikan Kanye West do të pritet përkundrazi me krah hapur të shtunën më 11 korrik në Tiranë nga një pushtet shqiptar që aktualisht po kundërshtohet fuqishëm në rrugë. Kryeministri i këtij vendi të vogël ballkanik, socialisti Edi Rama, vendosi të hënën më 6 korrik të çlirojë me urgjencë një subvencion prej 4 milion eurosh për të shpëtuar koncertin e yllit kontrovers amerikan. Ky njoftim ka ngjallur zemrimin e mira protestuesve, të cilët që nga fundi i muajit maj protestojnë çdo mbrëmje përpara dritarave të zyrës së kryeministrit, duke bërë paralelizëm me mungesën alarmante të financimit të spitaleve në këtë vend, që rënditet ndër më të varfrit e Europës. Shumë protestues e shohin këtë koncert dhe këtë subvencion si një simbol të ri të mënyrës se si kryeministri në pushtet që prej vitit 2013 po përvetëson të gjitha institucionet me synimin për të shërbyer imazhit të tij dhe interesave nganjëherë të dyshimta. Nga ana tjetër, prestigjozja amerikane dhe New York Times ka vënë duke kontradikton mes qëndrimeve të deklaruara të Edi Ramës kundër antisemitizmit dhe vendimit të qeverisë shqiptare për të financuar me 4.5 milion dollar koncertin në Tiranë të reperit EA, i njohur më parë si Kanye West. Sipas artikullit, ka një kontrast të fortë mes retorikës publike të kryeministrit dhe veprimeve të tij konkrete. The New York Times thekson se për një lider që është shfaqur vazhdimisht si zë kundër antisemitizmit, heshtja ndaj deklaratave të Kanye West përbën një mospërputhje që ngre pikpyetje mbi koherencën e këtij qëndrimi. Edi Rama tha në një postim në rrjetet sociale të mërkurën se Shqipëria ka akorduar rreth 4.5 milion dollar për eventin, i cili është planifikuar të mbahet të shtunën. Postimi i Ramës nuk jepte detaje të mëtejshme se si do të shpenzoheshin 4.5 milion dollarët. Kanye West ka shkaktuar zemrim në mbar botën me deklaratat e tij antisemite dhe shprehje të admirimit për Adolf Hitler dhe nazistët, të cilat më pas i ka tërhequr, por edhe me veprime të tjera provokuese. Polemikat rreth koncertit të Kanye West vinë në një kohë kur Rama po përballet me pakënaqësi për planet e zhvillimit të një resorti luksoz në Bregdetin shqiptar të Adriatikut. Rama ka thënë se aktorë që veprojnë me qëllime të këqija në internet kanë përhapur dezinformim dhe kanë egzageruar mallësinë dhe rëndësinë e këtyre protestave për interesat e tyre. Ai dha pretendime të ngjashme edhe në mbrojtje të koncertit të Kanye West këtë javë. Duke lidhur të dyja polemikat, Rama tha se kritikët e koncertit të Kanye West ishin në fakt të njëjtat Sorra dhe Korba, që kishin rrëmbyer me dinakri protestën qytetare të Flamingove, me atë që ai e quajti një shqetësim të shtirur për interesin publik. Deklaratat e Ramës nuk trajtonin komentet denigruese ndaj hebrejve që qëndrojnë si polemik mbi turneun e Kanye West. Pak ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi se qeveria ka akorduar 4.2 milion euro për koncertin e reperit amerikan. Vendimi mori për masat e skandalit kur u mësua se ky financim ishte tërhequr nga Fondi i Emergjencave Civile, i cili duhet të përdoret vetëm për fatkeqësi natyrore si tërmetet, zjarret, përmbytjet e tjerë.